E kam dhe I kërkes. Babi im ka lind me një fshat ane që quhet Lubalesh. A e ndihni ku Lubalesh? Ore, nga Ura Shopenzës është vetëm 2 kilometra pa shtruë, bërë. Ma shtroni dhe ato rrugën shkët shof gjyshit se ka malan atje në Lubalesh. A jena pa me shtu rrugën, apo jo? 2 kilometra janë. E kuptoni të shirë? A? I them Klosit, kujdes me atë 4-1-shin. Se di brana do rinë dhe menojnë, thëmë, po I tham 4 këtë herë, qa do na japin këto dhe qa mu t'i japin mo herës tjetër. Gjithsesi, se I vogël ti. Gjithsesi, unë them që me që nuk u prishëm për gjithat rrugën e Arbrit edhe me që nuk u prishëm as për gjithat tunelin e të mërshën Murizit, si kur I këshin ardë, gjithë gjindet e dibër si shën fut mren, mos me nalon me kalu, nuk do prishëm për 2 kilometra, edhe kushti është kë, ne da bëjmë rrugën, por koncertin e vet, albumin e vet të ri, Noizi, do t'a prezentoj këtu ke kjo fusha këtu. Edhe do t'i bjeri këtu fansat nga gjithë Shqipëria, nga Kosova, nga Maqedonia, nga tjetë këtu, se rrugën e kanë, fushën e kanë, dibrën e kanë, qarë dunë më shumë, më regull, jemi dakord? Edhe asaj rrugës do ja vejmë rruga Noizit, po do ja vejmë emrin rruga Noizit, dakord, kryetar? Dakord, festa dakord, do ja vesh me Këshill Bashkiak rruga Noizit, por do t'i vejmë Goshda që mos shkojnë me shpejtësi makinat